Verizon ndërpret thirrjet dhe shërbimet të dhënave për përdoruesit në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Shumë abonentë të Verizon u përballën të mërkurë me një ndërprerje të gjerë të shërbimit duke penguar thirrjet dhe shërbimet e tjera celulare në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Korporata pranoi se kishte një problem që po ndikonte në shërbimet zanore dhe të dhënave për disa klientë. Verizon nuk specifikoi shkakun e ndërprerjes, por në përditësimet e publikuara në rrjetet sociale tha se kishte aktivizuar ekipet inxhinerike dhe po punonte për ta zgjidhur problemin sa më shpejt që të ishte e mundur. Sipas faqes gjurmimit të ndërprerjeve Down Detector, raportimet e abonentëve të Verizon filluan rreth mesditës sipas orës së lindjes. Raportimet kulmuan orët e para pasdites dhe mbetën më të larta deri në mbrëmje duke arritur me 33.000 raporte në orën 20. Përdoruesit e prekut thanë se në telefonet e tyre shfaqej SOS ose mesazhe pa sinjal. Në New York, autoritetet paremëruan se ndërprerja mund pengonte thirrjet 911, duke bërë thirrje qytetarët të përdorin linjat fikse ose pajisje nga operatorë të tjerë nëse janë të disponueshme, apo dhe të paraqiten fizikisht në një stacion policie. Sipas Down Detector, qytetet më të prekura nga ndërprerja Verizon ishte Washington DC, Chicago, Houston, Los Angeles dhe Atlanta, por konsumatorët e parë nga gjithë vendi raportuan probleme pastaj sërish.